Të nderuar shikues, mirë se takohemi. Ditët e Bajramit janë larg nga sot, mirë, por ne kemi vendosur që t'i trajtojmë kuptimet dhe mesazhet e këtyre festave në ditët e sotme. Le t'i paraprim pra me disa njohuri se çdo të thot Fitr Bajram, çdo të thot Kurban Bajram, si festojnë këto festa dhe cilat janë mesazhet e këtyre. Edhe sot kemi të ftuar hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, selam aleikum se vini. Aleikum selam, më mirë se vjetën. Hoxh, nëse do i përkthejmë këto dy festa, si mund t'i përkthejmë në shqip? Në gjuhën arabe i thonë Eid, si më thonë festës në përgjithësi, dhe Eid Fitr i thonë Fitr Bajramit, dhe Eid Ad-Duha i thonë Kurban Bajramit, si më thonë. Kështu që Bajram faktikisht vjen nga turqishtja me sa duket, që nuk kupton festën dhe gëzimin e madh. Ndërsa në origjinë, si fjalë Eid nuk kupton diçka që përsëritet në një kohë fikse vazhdimisht. Pra diçka konstante që përsëritet gjithmonë në të njëjtën kohë. Gjithmonë ne theksojmë se në Islam festat nuk janë thjesht përkujtimore apo përsëritje datash apo ditësh. Në Islam, nëse ka diçka që është festë, është brenda saj edhe mirësia dhe bekimi që rikthehet në të njëjtën ditë. Për këtë arsye, për shembull, në Islam ti nuk gjen, për shembull, le të themi, festim të luftës Bedrit. Është një ngjarje që ka qenë dhe ka kaluar. Nuk gjen për shembull festim të çlirimit të Mekës, nuk gjen për shembull festim të ditës së Hudajbiyes, nuk gjen për shembull festim të ditës së emigrimit në Medinë. Pra nuk ka festim për ngjarje të cilat nuk kanë efekte më pas, për gjëra të cilat nuk kanë njëkohësisht ose nuk mbartin të njëjtat bekime. Ne e festojmë natën e Kadrit, mirëpo nata e Kadrit, sa herë që vjet natë Kadri është e mbushur me bekime, mëshira e Zotit është prezente, pranohen lutjet dhe duat. Për shembull, kur themi dita e Ashuras, kush agjon ditën e Ashuras, të shoqërohet me një ditë para apo mbrapa, i falen gjunat e një viti dhe kjo ndodh çdo vit. Kush agjon ditën e Arafatit, i falen gjunat e 2 viteve, vitet përpara dhe vitet mbas, dhe kjo ndodh sa është dita e Arafatit. Edhe çështja e festimit të Bajramit në Islam. Për këtë arsye edhe në Islam, sa për parantezë, nuk ka festa të tjera përveç 2 festave. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, ne muslimanët kemi vetëm 2 festa, Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit. Pse? Sepse në këto 2 festa ndodh edhe mirësia dhe begatia, ndërsa çdo lloj festimi tjetër është thjesht përkujtimore. Pra edhe këto festa janë adhurim, edhe këto festa janë afrim me Zotin, nuk janë thjesht momente bekim nga Zoti. Pra ne, pse po gëzojmë ne për Fitr Bajram? A kemi arsye? Po, kemi 2 arsye. Gëzojmë për Fitr Bajram sepse mbyllim një adhurim, 30 ditë nuk është e lehtë, është sakrificë. Është lodhje, është mundim, është kputje, është çrregullim i të ngrënit dhe të pirit, është normalitet që është normale. Dhe mbyllë një adhurim, normalisht është mirë që njeriu gëzon dhe kënaqet, sepse ka mbyll një muaj adhurim për kushtim ndaj Zotit. Siç festojmë Xhuman për shembull, e ke mbyll një javë adhurim për kushtim ndaj Zotit, ke edhe festën e Xhumas. Kështu që festohet sepse muslimanët e para kanë mbyllur një adhurim, ku shpresojnë se kanë marrë shpërblim të madh tek Zoti. E dyta, dita e Bajramit është dita ku Zoti shpërndan shpërblimet. Njësoj si njeriu kur punon një punë caktuar, në fund fare merr rrogën, në fund fare merr shpërblimin. E njëjta gjë, ne kemi bërë për Zotin një muaj adhurim, atëherë presim ditën e Bajramit që të marrim shpërblimin dhe mirësitë dhe begatitë e Zotit. E njëjta gjë ndodh edhe në Kurban Bajram. Pra, në momentin që ne festojmë Kurban Bajramin, pse e festojmë Kurban Bajramin? Për 2 arsye. E para se po mbyllim një adhurim, që është haxhi, që është adhurimi kulminant i muslimanëve, dhe arsyeja e dytë se është një 10 ditë para, le të themi, para Kurban Bajramit, që muslimanët e kalojnë me agjërim, me namaz, me sadaka, me vepra të mira, pastaj vjen dita e Arafatit, kurorëzimi, për jo haxhit flas, dhe në fund fare kjo, domethënë kurorëzohet dhe vuloset me Kurban Bajramin. Pra Zoti shpërblen haxhit atje ku janë për mundin e haxhit dhe për lodhjet e haxhit, duke u falur gjitha gjunahet, gjithat pra kthehen si dita që i ka lindur në natyrë, ndërsa ne të tjerë që nuk jemi në haxh, Zoti na fal 2 vite mëkate dhe gjunahe. Dhe kjo është ditë gëzimi njëkohësisht. Për këtë arsye në të 2 rastet, do të thonë muslimanët gëzojnë mirësitë e Zotit. Pra tha Zoti në Kur'an, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmetihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj, me mirësitë e Zotit, me mëshirën e Zotit, le të gëzojnë besimtarët. Kjo është forma më e mirë se si mund të gëzojnë ata, sepse njerëzit gëzohen zakonisht kur arrin në një post, kur arrin në një famë, kur arrin pasuri, kur si më thon ndihen dikush etj etj. Ndërsa
në Islam gëzimi më i mirë është që të fitosh xhenetin, gëzimi më i mirë është që të regjistrohesh nga listat e xhehenemlive, siç ndodh në Ramazan. Gëzimi më i mirë është të falen 2 mëkate, siç ndodh mas ditës së Arafatit. Gëzimi më i mirë është të gëzosh të varfrin, gëzimi më i mirë është të gëzosh familjen. Pra është komplet standard tjetër kjo formë dhe kjo mënyrë e gëzimit. Ndërsa si term pastaj Eid Fitr Bayram, fjala Fitr vjen nga normaliteti. Për këtë arsye quhet Islami fitra. Pra fitra do thot fe e natyrshmërisë. Pra festa e natyrshmërisë, festa e normalitetit. Pra njeriu ndryshoi programin e tij të ngrënë të pirit për një muaj, tani vjen dita e gëzimit të madh ose e festës që njeriu kthehet në normalitet. Pra, si më thën festa e kthimit në natyrshmëri, e kthimit në origjinë, e kthimit në normalitet. Pra, për këtë arsye ka marrë këtë emër. Për këtë arsye po të shohim shumë në rastin e Fitr Bayramit, është sevap dhe shpërblim që muslimanët kur të dalin me fal Bayramin të hanë diçka, në mënyrë që të prishet tradita e mos të ngrënit dhe mos pirit në mëngjes, siç ka qenë gjatë gjithë ndryshe nga ditë e Ramazanit që ndërkohë që në Kurban Bayram është e kundërta. Është mirë që muslimani mos të hajë dhe mos të pi, derisa të kthehet nga Bajrami që të hajë nga mishi i kurbanit të tij. Pra, standard krejt tjetër atje, sepse atje nuk kemi muajin e Ramazanit, kemi komplet diçka tjetër, kemi thjesht një ditë Arafati. Për këtë arsye pëlqehet që ushqimi të jetë mbasi të falet namazi i Bayramit. Kurse këtu, jo, e kundërta, është mirë që njeriu të ushqehet përpara se të shkojë në faljen e Bayramit. Normalisht që ka edhe disa dallime të tjera, por në përgjithësi çdo gjë tjetër në 2 Bayramet është njësoj. Përveç kësaj që ushqehet njeriu përpara në Fitr Bayram dhe ushqehet mbas në Kurban Bayram, ndërsa veshja mirë, parfumosja, larja, rrobat më të mira të mundshme, vajtja në një rrugë, kthimi nga rruga tjetër, bërja e tekbirit dhe gjithë kohës, të gjitha këto janë të ngjashme në të dyja festat, në të dyja Bayramet, le të themi, ndërsa vetëm tek ushqimi kanë dallim me njëra tjetrën. Po normalisht ka dhe dallim tjetër esencial, që është në Fitr Bayram nuk është i obliguar muslimani të bëjë kurban. Kurbani bëhet vetëm në Kurban Bayram, ose në gjuhën popullore i thon Fitr Bayramit Bayrami i Madh dhe i thon Kurban Bayramit Bayrami i Vogël. Faktikisht ky lloj emërtimi nuk është se ka diçka, domethënë, po faktikisht në Fitr Bayram nuk ka kurban, ndërsa në Bayramin tjetër pra ka kurban, në Bayram të vogël ka kurban faktikisht, që është therrja e kurbanit. Ndërsa në Fitr Bayram njeriu mund therrë kurban, nuk ka asnjë problemi, por nuk është obligim as nuk është sunet. Nëse ti do ta therrësh që të shpërndahesh për të varfrit apo për të gëzosh familjen, nuk ka asnjë problemi. Ndërkohë, Fitr Bayrami është një ditë pasi ne japim sadakan e fitrit. A kanë lidhje këto të dyja, pra Fitr Bayrami me si emërtim? Si emërtim. Po, kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Sadakaja e fitrit është sadakaja e natyrshmërisë. Pra, është natyrshme për njeriu që në Ramazan mos jetë 100% korrekt. Është natyrshme në Ramazan që njeriu mos jetë 100% korrekt. Atëherë jep sadakan e natyrshmërisë. Pra, paguan taksën e të qenit natyrshëm. Pra, jo korrekt në Ramazanin tënd, atëherë pra për çdo mangësi e dëmshpërblen. Thonë sa këtë natyrshmëri tënde të gabimeve dhe të mëkateve, sepse jemi njerëz. E përderisa jemi njerëz dhe jemi në këtë botë, është normale. Kështu që është normale që çdo njeri në Ramazan mos të ketë qenë korrekt 100%. Atëherë, këtë mungesë korrektësie e paguan me një lloj takse të vogël që quhet sadakaja e fitrit ose zakati i fitrit. Pa ka të njëjtin kuptim dhe kthehet tek njëjti kuptim. Arsyeja pa arsyeja dy që quhet sadaka fitri është se qëllimi i sadakas fitrit është që ditën e Fitr Bayramit, pra thuhet që e ka marrë emrin nga kjo e para, dhe thuhet që e ka marrë emrin nga fakti që ditën e Fitr Bayramit mos ketë njerëz që vuajnë nga etja ose uria. Për këtë arsye quhet sadakatul fitri. Pra po ta përkthesh në këndvështrimin e dytë, sadakaja e Fitr Bayramit. Pra ti po jep një sadaka që ditën e Fitr Bayramit gjithë kësaj. Pra qëllimi është që mos ketë njerëz atë ditë, siç e tha profeti Elisa kur u pyet për arsyeën e sadakas fitrit, tha nuk duhet të ketë në atë ditë gëzimi njëri që vuan nga etja ose nga uria. Ndërkohë, nëse mund na tregoni si mund festohet më së miri këtë, si mund kalohet më së miri. Zakonisht festat vijnë në formë pushimi, në formë pauze, pra njerëzit kanë punuar dhe pastaj bëjnë pushim. Ndërkohë në Ramazan kemi agjëruar 30 ditë, kemi bërë adhurime, kemi lexuar Kur'an, ndërkohë në Bayram bëjmë pushim, pra si është ky raporti me adhurimet? Pra
gëzimi do thot pavarësi ndaj adhurimeve, apo është një gëzim i cili plotësohet duke i shtuar madhërimet, dhikrin apo adhurimet që mund të ketë? Kur flet në Kur'an për të dyja mbarimet e adhurimeve, si për mbarimin e adhurimit të Ramazanit, si për mbarimin e adhurimit të Haxhit, në të dyja rastet Zoti na orienton tek përmendja e tij shumë. Thot Zoti për Fitr Bayramin, kur flet për Ramazanin, thot فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة të plotësoni muajin e plot. ولتكبروا الله على ما هداكم. Mbasi ta plotësoni muajin, madhëroni Allahun që ju udhëzoi në Islam. لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, dhe që të jeni vazhdimisht falendërues ndaj Zotit. Pra është e vërtet që është ditë gëzimi dhe ditë feste, është e vërtet që ne presim, si më thonë, dhuratat nga Zoti i gjithësisë, por kjo nuk do të thotë që atë ditë s'do të falemi, as kjo nuk do të thotë që atë ditë do të jemi të shkujdesur, përkundrazi, namazi i asaj dite kërkohet, le të themi bamirësia në atë ditë kërkohet. Po normalisht ka një dallim. Jemi më shumë përkushtuar ndaj, le të themi, relaksit familjar, ndaj familjes, normalisht, sepse e cila edhe kjo pas është adhurim. Edhe kjo është në vetvete adhurim, një formë adhurimi, sepse profeti alayhis salam tha, o profeti i Zotit tha, nëse e kam 1 dirhem, kujt t'ja jap? Tha jepja vetes tate. Tha nëse e kam dhe një tjetër, tha jepja familjes tënde. Pra dirhemi më i mirë që mund shpenzoj njeriu, pra paraja më e mirë që mund shpenzoj njeriu, është paraja për familjen e tij. Kështu që nganjëherë ne i ngatrojmë gjërat dhe mund të lejmë familjen tonë, domethënë nuk japim hakun ashtu siç duhet, se themi po bëjmë diçka më të mirë jashtë. Jo, mirësia fillon në familjen tonë. Për këtë arsye edhe dita e Bayramit është një mesazh shumë i rëndësishëm që vendin e familjes, pozicionin e familjes, rolin e familjes nuk ka gjë në këtë botë që e zën. Dhe ne jemi dëshmitar të faktit me rastin e pandemisë që kemi kaluar të gjithë, se në fund fare kush mbetej? Familja mbetet. Dhe kjo është e vërteta. Pra sikur mos kishte mesazh dhe urtësi gjë tjetër, pandemia që kaloi gjithë bota, vetëm mesazhin e familjes dhe rëndësia që ka familja. Dhe se vendin dhe pozicionin e familjes nuk ka gjë që e zën, do të ishte më se mjaftueshme që ne të rikthehemi edhe një herë dhe të rishohemi edhe një herë pozicionimin tonë në raport me familjen. Ndërkohë ne jemi një popull i cili kemi shumë dita festive në kalendar. Festojmë pothuajse për çdo fenomen natyror. Ndërkohë duket sikur festa e Fitr Bayramit dhe Kurban Bayramit nuk lidhet me një ditë përkujtimore, po nuk lidhet shumë dhe me sofrën, sepse shpesh njerëzit madhsinë e festës e shohin tek madhësia e sofrës. Pra duket sikur është madhërimi i Zotit, falënderimi i Zotit, lidhja me Zotin, ajo që e kthen këtë. Ku është diferenca, nëse mund të bëjmë diferencë mes asaj që njerëzit festojnë zakonisht dhe festave që janë adhurim? Jo, në festat islame nuk do thotë që s'ka sofër. Edhe nuk do thotë që mbushet sofra më mirë se herët e tjera. Jo, është e vërtetë që në festat islame është e vërtetë. Edhe Fitr Bayram, domethënë ata ka atë, le të themi, traditën e vet se si orientohet. Gjithsesi nuk është aty gara, kush e ka sofrën më. Jo, nuk është aty gara, po ka se mos ta shfuqizojmë krejtësisht, po më shumë është shpirtërore. Se edhe kur theret kurbani, çfarë bëhet me mishin e kurbanit? 1/3 e mban ai që e ka therrur. Do të thotë që do të ushqehet me të, pastaj 2/3 i jep për sadaka ose i jep dhuratë. Kështu që domethënë nuk është aty gjithçka, se ajo më shumë ti ka pjesën e shpirtërore, domethënë njeriu në rastin e Fitr Bayramit pret mirësinë e Zotit, në rastin e Kurban Bayramit pret edhe aty mirësinë dhe shpërblimin e Zotit, dhe në të dyja rastet kemi që s'duhet ta harrojmë asnjëherë është prezenca jon me shtresën e marginalizuar, domethënë me shtresën e cila është në vuajtje, në probleme, në siklete dhe në halle. Në rastin e Fitr Bayramit jepet për ata diçka për çdo antar të familjes, edhe në rastin e Kurban Bayramit 2/3 e kurbanit shkojnë pikërisht për njerëzit në nevojë, në mënyrë që ne kuptojmë se njeriu nuk mund të bëjë festë i vetëm, po duhet të jemi të gjithë bashkë që festojmë, edhe gëzimi dhe hareja duhet të jetë domethënë sa më shumë e përhapur në shoqëri, në të gjitha shtresat e shoqërisë. Ndërkohë, nëse do të jepet disa këshilla, disa orientime specifikisht çfarë mund të bëjmë atë? Përmendet pak që rroba e pastër e veçantë, dalja në rrugë, urimi të tjerëve, përfshirja e familjes, cilat janë disa, po themi, disa këshilla se si mund të kalojmë më mirë kjo ditë. Në e para gjë, domethënë në të dyja rastet do të ndjekim, le të themi, ato porositë profetike, pra siç e thash, domethënë që njeriu për Bayram, profeti alayhis salam përdorte rrobat më të mira të tij për Bayram ose për ditë xumaje.
parfumin e tij më të mirë e përdorte për Bajram ose për ditë xhumaje. Normalisht larja, rregullimi, le të themi, i lukut, i paraqites se kjo është për edukatës së Bajramit. Lëvizje në rrugë të ndryshme, vajtje dhe nkthim, qoftë është e mundur gjithmonë, përmendja e Zotit gjatë vajtjes edhe kthimit. Festimi i Fitr Bajramit nis me akshamin e një dite përpara deri në momentin që falet Fitr Bajrami dhe pastaj domethënë nuk obligohet më besimtari që të bëjë tekbire, ndërsa në rastin e Kurban Bajramit kjo zgjat me akshamin e një dite përpara, që është nata Arafatit pra, edhe zgjat deri në namazin e ikindis të ditës së katërt, pra sepse Fitr Bajrami është një ditë, ndërsa Kurban Bajrami është 4 ditë, pra dita e Kurban Bajramit edhe 3 ditë të tjera që quhen Eyamut Tashrik. Çfarë porositet besimtari në këtë ditë? Besimtari normalisht në këtë ditë porositet, siç e thash, të jetë më afër familjes, nëse i jepet mundësia të vizitojë njerëzit e tij të afërm, kjo do të ishte shumë e mirë. Nuk është prej traditës islame që në këtë ditë vizitohen varrezat, siç e kanë disa njerëz traditë me të falur Bajramin, e kanë taksative që patjetër duhet shkojnë në varreza. Kjo nuk është në traditën islame, as në traditën profetike, domethënë që mas Bajramit shkohet në varreza. Është mirë që në këto ditë domethënë besimtari mos të harrojë se është i obliguar për obligimet e Zotit. Pra duhet fal sabahu atë ditë në kohë, duhet fal dreka atë ditë në kohë, duhet fal ikindia atë ditë në kohë, nuk duhet neglizhojmë. Tjetra, nuk duhet bëjmë harame, se është ditë Bajrami dhe të bëjmë harame apo të bëjmë gjinaje, pra ka një Zot i cili na ka parë gjatë gjithë kësaj kohës, po na sheh edhe sot, ka një Zot i cili na ka parë gjatë gjithë këtyre 10 ditëve, ditën e Arafatit, po na sheh edhe sot, pra Zoti është i njëjti, ai i cili na ka parë dhe na sheh dhe do të na shoh, pra duhet ta ndjejmë, sidoqoftë puna, duhet ta ndjejmë mbikëqyrjen e Zotit. Duhet të jemi larg mendjemallësisë, larg shtirjes, larg të mbajturit me të madh, larg shitjes mendjes, nuk ka nevojë. Pra ne gëzojmë me mirësinë e Zotit dhe nuk ka nevojë tani të tregojmë, domethënë të tregojmë mendjemallësi ndaj njëri tjetrit apo të tregojmë superioritet ndaj dikujt që nuk ka, apo dikujt që është në varfëri, apo dikujt tjetër që ndoshta nuk është krejtësisht në shkallën tonë apo në nivelin tonë. Bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish Bajrameve tona, dërmi shihemi pas pak. Rikthehemi sërish miq, po flasim për festat e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit. Ndërkohë hoxh, le të flasim pak për Kurban Bajramin. Fokusohem tek pjesa e parë, tek Fitr Bajrami. Kurban Bajramit çfarë specifikash ka? Çfarë mesazhesh ka? Kurbani që ne bëjmë, a është një shlyerje e mëkatit të Ademit alayhis salam, siç e gjejmë në fe të tjera, apo ka tjetër synim dhe tjetër qëllim? Bërja e kurbanit në Islam nuk është shëblim apo shlyerje e mëkatit të parë, apo ne kemi mbartur mëkatin e parë dhe për këtë arsye bëjmë kurban për ta shlyer, sepse po të ishte kështu, bëhej një herë në jetë kurban, edhe mbyllej historia me një kurban. Pra po të ishte ideja që në Islam bëhet kurbani, sa akoma nuk kanë gjetur një kurban që t'ua falte të gjitha mëkatet, prandaj bëjnë kurban, kjo do të mjaftonte vetëm një herë. Pra nuk është e saktë, nuk qëndron fakti në kurbanin Islam se ka të bëjë me mëkatin e mbartur, sepse në Kur'an thuhet nuk mbart askush mëkatin e tjetrit. Iku. E dyta, kurbani në Islam neve na lidh me profetin Ibrahim alayhi salatu wassalam. Dhe ne gjithë e dim biri i tij i parë u sprovua nga Zoti, pra Ibrahim alayhis salam, që birin e tij të parë ta bëj kurban. Dhe ai u përgjigj urdhrit të Zotit. Në fund fare Zoti është ai i cili në fund fare dhe në fillim fare është Zoti ai i cili e din. Tha Zoti kurban, ishte profet ai, nuk ishte si njerëz të zakonshëm. Dhe me të vërtet, kur shkoi ta therit birin e tij, siç i tha Zoti, siç e ka përmendur bukur këtë Zoti edhe shumë qartë, domethënë duke ta paraqit panoramën sikur po e sheh përpara syve, dhe kur ai dhe kur djaloshi u rrit dhe filloi të shoqëronte tjatin në punët dhe në jetë, ai tha o biri im, unë shoh në ëndër që duhet të bëj kurban. Tha o baba im, përderisa ty të vjen kjo gjë pra nga Zoti, atëherë bëj çfarë i urdhëruar, se unë inshallah me shpresën e Zotit do të jem durimtar. E kur e mori të birin dhe e ktheu me fytyrën në tokë dhe bëri për ta thirrë kurban, ne e thirrëm o Ibrahim. E çove në vend premtimin, pra urdhrin e Zotit. Ta kemi zëvendësuar
kurbanin birin tënd me një kurban tjetër dhe Zoti solli nga xheneti një kurban dhe ishte një dash i madh i bëshëm, aq i madh ishte sa që ishte ngatruar si më thon brinjtë e tij në degët e pemës dhe Ibrahimi alayhis salam e bëri kurban. Dhe haxhi në Islam është një rit adhurim ndaj Zotit, por që ka të bëjë shumë me gjurmët e Ibrahimit alayhis salam. Për këtë arsye tha profeti alayhis salam, "Ash-shaytanu tarjumun wa sunnata abikum Ibrahim tattabi'un." Kur gjuni guralecat faktikisht po gjuni shejtanit dhe po ngjallni traditën e Ibrahimit alayhis salam. Pra haxhi, pavarësisht është një adhurim islamik i që kushtohet Zotit dhe i mësuar dhe i orientuar nga profeti alayhis salam, faktikisht është një adhurim që ka të bëjë shumë me ringjalljen e traditës së Ibrahimit alayhis salam, gjë që tregon që ne jemi akoma në gjurmët e Ibrahimit alayhis salam. Dhe ai e bëri kurban birin e tij, bëri kurbanin pra kompensues dhe mbeti kjo si traditë për gjithë ata që pretendojnë se janë në rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Pra nuk është kjo shërblim mëkatesh apo larje mëkatesh, as nuk kjo është adhurim ndaj Zotit. Pra Zoti ka kërkuar prej nesh që ne të thejmë një kurban për të familja, pra një familje, ata që kanë mundësi e bëjnë vit për vit një gjë të tillë, për të ushqyer ata vetë, po edhe për të varfrit, për fukarit. Pra dua ta theksoj, nuk ka të bëjë me shlyerjen e mëkatit parë, as nuk, sepse në Islam koncepti i mëkatit parë është i papranueshëm, sepse Zoti e tha në Kur'an, Zoti i fali. Thjesht i ndëshkoi duke i zbritur në tokë, i fali për gabimin që bën Ademin dhe Havan dhe i zbriti në tokë. Dhe ky është dallimi mes nesh dhe atyre në konceptimin e mëkatit parë. Pra tek ne në Islam thuhet Zoti i fali dhe i zbriti në tokë. Pra nuk ka mbartje mëkatit dhe nuk ka si më thënë transferim ose trashëgimim të mëkatit parë. Kështu që kurbani është adhurim për Zotin, një, edhe e dyta, për treguar se një nga format më të mira të adhurimit ndaj Zotit është kurbani faktikisht, sepse kurbani kanë vetë dy gjëra, ka le të themi sakrificën e personit që e bën, sepse të bësh kurban do të shpenzosh. Dhe pjesa tjetër është fakti që ti me këtë kurban do të ndihmosh dhe të varfrit. Dhe ky është dhe qëllimi i Zotit. Pra Zoti don që ne të jemi sa më afër njerëzve, t'u ndihmojmë sa më shumë njerëzve dhe sa më pak njerëz të vuajnë, aq më mirë jemi ne tek Zoti i gjithësisë. Ky është mesazhi. Këto dy festa, kush mund të investoj? Mund të investoj vetëm ai i cili ka agjëruar muajin e Ramazanit, mund të bëj kurban vetëm ai i cili e fal namazin rregullisht, pra kush mund të përfshihet në këtë festë? E bukur kjo pyetje, Zoti shpërbleft. Faktikisht dy festat mund të festojnë të gjithë pa përjashtim. Po, muslimanët normalisht kanë për të shpërblyer edhe më shumë. Kështu që edhe një musliman i cili për shembull le të themi nuk ka agjëruar Ramazanin, mund ta festojë Fitr Bayramin, absolutisht mund ta festojë dhe është i mirë se ardhur në sofrën e Zotit. Një musliman i cili le të themi nuk fal namaz, a mund ta festojë Fitr Bayramin? Absolutisht mund ta festojë dhe është i mirë se ardhur në sofrën e Zotit. E njëjta gjë edhe me Kurban Bayramin. Një musliman i cili ndoshta nuk ka agjëruar ditën e Arafatit apo nuk falet, a mund ta festojë ai Kurban? Po fundi për çfarë feston ky dhe gëzon? Absolutisht, kjo është sofra e Zotit. Pra Zoti mos shtron sofrën e tij në dy bajramet. Kështu që ku është problemi që të ulen edhe ata të cilët kanë qenë larg këtij, se ndoshta prezenca e tyre në faljen e bajramit, prezenca e tyre në sofrat e bajramit, gëzimi i tyre në ditën e bajramit për këtë mirësi dhe begati të Zotit, ndoshta është sebeb që ata, domethënë, të shohin më shumë nga drita e Zotit dhe të mbërthehen me dritën e Zotit dhe me mëshirën e Zotit. Kështu që nuk është e veçantë vetëm për ata që agjërojnë apo vetëm për ata që falen. Kjo është një mirësi e Zotit për të gjithë njerëzit dhe janë të mirë se ardhur në këtë mirësi të Zotit të gjithë njerëzit pa përjashtim. Pra duket sigurisht një fest për të gjithë dhe një fest e cila nuk mund të bëhet ndryshe vetëm se duke përfshirë sa më tepër njerëz. Ndërkohë, le ndalim në këto minuta të fundit tek mesazhet e këtyre dy festave. Siç thash, ne jemi një shoqëri e cila ka shumë festa dhe në festat e tjera shpesh fillon meraku sepse mund të ketë dhe tragjedi, shpesh dhe bilance lufte nga alkooli, nga fishekzjarët, nga zjarret e ndryshme, ndërkohë që këto dy festa dallojnë komplet nga gjithë natyra e festave të tjera. Absolutisht nuk kemi të dehur, nuk kemi të ekzistentuar për shkak të këto dy festa fillojnë me falje namazit, vëlla. Pra do të falësh sabahun, pastaj do të shkosh për Bajram, s'ka alternativë B. Edhe në rasti tjetër do të falësh sabahun, do të dalësh për Bajram.
Këtu do të merresh duke u dhënë fukareve të varfërve, këtu do të merresh duke thërë kurbanin, duke u shpërndar të varfërve, por nuk kanë. Pra duket sikur kjo është ajo dallimi mes hyjnorës, që është e qëndisur nga Zoti, pra kjo festë na mëson se si festojmë dhe si jetojmë. Është e stisur dhe e qëndisur nga njerëzit. Sa e rëndësishme është që ti kuptojmë këto festa jo vetëm si ditë gëzimi, po edhe si mesazhe për të jetuar përtej këtyre festave pastaj. Absolutisht. Domethënë synimi kryesor dhe qëllimi kryesor është që të jemi sa më pranë Zotit dhe sa më pranë njerëzve. Këtu synojnë të dyja festat në Islam, pa nuk janë festa individuale apo festa të mbyllura brenda një familje. Sa më afër njerëzve, sa më afër Zotit. Kjo është mënyra më e mirë për të festuar dhe për të jetuar. Absolutisht. Hoç Zoti shpërbleft. Amin dhe ju, Zoti shpërbleft. Të ndërë miq, këtu e mbyllim dhe takimin e sotëm, folëm për dy festa, edhe pse nuk janë ditë festash. Biseda mbi Fitr Bayramin dhe Kurban Bayramin është bisedë gjithmonë e këndshme e cila na mundson që të përjetojmë këto momente. Zoti shpëlbeft që na ndoj që të mirë takofshim.